Ervin Celmani, 18 vjeç nga fshati i Kryemadh, është ndër të pakët të rinj që vazhdon të jetojë në fshat dhe nuk e ka braktisur ende vendlindjen. Jo, se kam braktis. Pse? Pse ma braktis fshatin tash, këtë familjar t'i kena këto. Tash e shohim këtë jena të ik pas, që me ba, tash të i me zërë. Te e shty me zërë, natyrisht po shih rruga, kam hituar. S'ke, s'be makin këto, për ish rruga komplet. S'po vjen kush me ndani mua senës. Ty si djaliri, që shë kalon kohën katun? Që kalon kohën, sen, pa pun, s'ka as pun këto as senës. Që me ba, me ik edhe nes, kena që me ba. E kene men me ik, me dalë? Pa. S'ki që ban këto. Ai ka përfunduar arsimin e mesëm, por mungesa e mundësive ekonomike e ka pamundësuar vazhdimin e studimeve të larta. Unë sa kam kry gjimnazin, tash se kam njek masës, që ma njek largë, senet, shtajta, gjana. Nuk përballohet. Jo, s'përballohet. Mungesa e perspektivës dhe varfëria në zonë e kanë bërë pesimiste për të ardhmen në fshat. S'ka të ardhme këto, s'ka të ardhme, asnjë sen. Veç me ik, me dalë kënd për na të ardhme më të mirë. Ku do me ik? Me ik, tash. Ku dale tash, mirë thot e thaj Gjermani, ç'shto, ç'a më bë. Në Kryemadh, si në shumë zona rurale, fshati mbetet gjithnjë e më i heshtur, ndërsa të rinjtë përgatiten për largim. Dëshira për të ndërtuar një të ardhme më të mirë larg vendlindjes po bëhet më e fortë se shpresa për të qëndruar.